Hysni Gucati, kryetari OVL-UÇK-s, kënaqësi me të pas në bashkëbisedim. Faleminderit ju shumë që keni gjithë kohë më ardhur, kam thonë edhe më herët, gjitha mediat e Kosovës e kanë derën e hapur, por gjitha mediat shqiptare nuk kanë nevojë me thirrje telefon për mbarë organizatë veteran. Është dera e hapur për çdo. Ju jeni ata që na keni më gjallë, që na keni mbështet, edhe në protesta, po as jeni duke përcjellë seancat atje që edhe ju jeni të shtërsuam, kështu që jeni gjithmonë mirëseardhur. Faleminderit shumë. Kryetar, e pam një rezolut në kuvendin e Kosovës, që shëpat që të rezolut që o votu nga PDK dhe VV, cilë është efekti i kësaj rezolute dhe a ishtë dashtë me herët të bëhet në rezolute tjetë? Ralja, ku më përcjesë më ka thini shok, thot, po fillon në rezolute, që s'kum besu, du të thëmi sinqert. E që televizorin, veç pak para se mi do rezoluta, merë mirë që kjo rezolut është bo. Pjesë kanë thonë ma mirë vënë së korë, kjo rezolut është tjetë para një viti. Kur e di Rama, ju bën thirrje, qeveritarët tonë, amon, ulleni, bëneni sa më shpejt rezolutën për me dërgu në Këshillin e Evropës. Edhe këta s'dashin me bo, po si do këtë mu merë mirë që kjo rezolut u bë prom, mjen keq për Lidhja Demokratike pse nuk e votoj, se ne duhet jemi të unifikum, të jemi të bashkum të momente këto çaste të vështira të shtetit, se është rrezik shteti, edhe vetë lufta e shajtë e ushtrisë të Kosovës. E promo do të jetë të unifikum, ju të kemi atë përçarje nga deputetët e Lidhjes Demokratike që s'du t'i faqe gjithë, po unë e llogarit që Lidhja ka gabu shumë, pse se ka votu prom e rezolutën, unë besoj si mos inshallah ndodh me po zgjedhje mëna 5-6 muajve, se Lidhja prapë do të ketë fiasko, do të ketë humbje shumë të mëdha për shkak të kësaj rezolute, do të jakmerren njerëzit se qytetarët janë lidhur me përçarje, qytetarët kanë nevojë për bashkim, edhe të jenë afër njëri tjetrit, rezoluta promo do të votohet se rezoluta ka efektin e madh. Gjithë ato shkelje, gjithë ato padrejti që mund në gjykatë, tash janë në rezolut, dhe rezoluta do të dërgohet ku është veni dy rezolutat, edhe kuvendit të Shqipërisë, edhe kuvendit të Kosovës do dërgohen, dhe kështu që ne tash shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Shqipërisë jemi me një vend. Kryetar, po besoj që ke përcjell nga fillimi i kësaj jave, çfarë ndodh në Hagë, folin fakt prokuria, mbrojtja e të akuzuarve atë që janë i shkrevur të OÇK-s, që shëpat pat një kërkesë të çmendur, kësha me thonë, të prokurisë që Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi të dënohen secili nga 45 vjetë. Po sinqerisht, kjo është, unë kam mendu vetëm për këtë grupin nga 35 vite, do t'jemi sinqert. Po një farë keq kuptimi, të përktimi, po duke lexuar tani në portale, kur duhet 45 vite për secilin, edhe që ato e përcjell se tërë javën ku përcjell gjitha sauncat ku përcjell. Edhe keni çmendurie shekullit 21. Edhe një gjenjesër e shekullit 21. Ai ku do të thotë kur kërkon për kuria 45 vite, pse s'po kërkon dënim me vdekje bre? Ma çka kushton 5 vjet, ajo është realisht dënim me vdekje. Me përvizhu nga jeta. Edhe ajo s'ka bënë prokuria me ato gjenjesët e veta, që duke munduar një 29 vjeçar si Hashim Thaçi, që ka udhëhequr Rambujin edhe konferencën e Vjenës në Austri dhe gjitha proceset, edhe ka arritje mashtrimit ndërkombëtar. A çash naive ndërkombëtar, çash budall ndërkombëtar kokën mi mashtru, në një kombi vogël me 2 milion banor, ato janë 700 milion banor Evropa. Asoj 370 milion tash mos gaboj, mos kanë shifrat mëdha, edhe na i mashtrum këtë Evropën edhe amerikanët i mashtruama. Çfarë kjo është? Po thonë me prokuria çmendur. Thot, i ka mashtruar së voqin ndërkombëtar Xhems Rubinin edhe Clarkin mbi 40 vite e prori i lartë i NATO-s, edhe komandant suprem i NATO-s, që e bombardoi Serbinë, që e dha mundësinë, zoti thotë që e dha mundësinë me bombarduar se e bënin në shkrimin e Rambujie, që e bëri edhe mundësinë me bombardu të soqet serbe çetnike paramilitare. Dhe kjo është më të gjenjesra e shekullit 21, edhe çmenduria e shekullit 21, 45 vite, 180 vite për gjithë. Kështu që unë fort me përgjigj sot më erra, kam thonë gjithë shokëve mi dhe njerëzve, mos na kemi problem me pleq, them sinqerisht, se pleq po mendoj se 45 vite do kry kjo punë. Kur vjen si prokuria ka drejt me lyp, sa ai ka dëshirë me fituar rastin, ka që mu gradu, mu ngritaj. Dhe aja e përgjigj dështon gjithësysh ka me dështu me emër të Zotit. E unë do të besoj fuqishëm në drejtësi, po jo në drejtësi politike. Se nëse gjykata speciale bëhet politike, mu ma që modhën e gjason në gjykatat e Jugosllavisë dhe të Serbisë. Se gjykatat e Jugosllavisë dhe të Serbisë kanë një politike, ku shqiptarët janë dënuar politikisht me qindra vjet, ju e dini, besoj jeni edhe dëshmitar, në vitet 90 e keni pa vetë, edhe më herët, që janë dënuar me qindra shqiptarë politikisht. Po duhet shpresoj që kjo gjykatë ndajnë drejtësi edhe mos jetë politike. Kështu që gjyqtarët besoj nuk do të anojnë
nga prokuroria, po do ta anullojnë nga drejtësia. Pasi dështim, zoti Gucati, të prokurorisë, për shkak se pat ato deklaratat që dëshmitarët ndërkombëtar nuk janë kredibil, kin pas se çfarë dëshmitar ka pas prokuroria atje, që njërë theke ma kanë marrë një mzat, e tjetër theke më kanë bo se hire, dhe kjo, a ke një dështimi i prokurorisë komplet kjo kërkesa për 180 vjetë burg për i shkretu që Po, dështimi më madh i prokurorisë e ka zonë Gjems Urbinin me këtë zotina Kaçanikit, nuk ti me thonë zoti, po më zoti. Nuk ti me thonë kostume, po do të më kanë bo më këta komplete, ma kanë bo si noti, si me thonë gjelozia, po s'kan doshtë më shojnë mirë. Ja çfarë krasimi ka po kjo prokurori. Krahason Gjems Urbinin me to. Ja se ma tjetër që do të më ka prej molli. Dëshmitar ndërkombëtar. Edhe mi ula poshtë kjo prokurori, unë po mendoj se është në nëshmimëri ndërkombëtarëve kjo. I vetë amerikanëve edhe i evropianëve që kanë dëshmuar për shkon, edhe për shkon më shumë din ata se na. Më shumë din se ushtria e Kosovës ka qenë lidhur me amerikanë dhe me evropian me sigurime të huaja për me siguru vendin nga ordhit çetnike serbe. Kjo është e vërtet, ne dashëm se dashëm na, kjo është e vërtet. NATO e ka marrë, për neve ka marrë signaljet, caqet ku me bombardu se Serbin. Ka marrë për shokëve tonë, për komandantëve që kanë qenë, ka marrë dhe NATO e kanë qenë për komandantët tonë që ka pashpunu. Me Ashëm Doqi, me Kadri Veseli, me Azem Syle, me Sulejman Selimin, me Remin, me Shukrimu, me gjithë, NATO ka komunikuar, ka pashpunu këta njerëz. Me së këtë bashkëshote, mos jesë bërë shumë komandantë vjerë që ka bashkëpunu për me bombardue, si të mos Shqipnia, që mos harrojmë shtetin shqiptar që ka kontributin pa më hushëm me refugjate, me luftë, me krejt. Po unë mendoj që prokuroria këto është duke u bë hajgare, edhe me ndërkombëtarët, me njerëzit e vet, që me thonë, me krahasue ato me Mzotin, edhe me Gjems Urbinin që jep një deklarat, që vlesin glarë që ka dzojnë kusho që këja, kusho ashtë ndoqin, kjo është turpi maj madhe. Zoti Gucati, pat shumë reagime për këtë kërkesën në Kosovë, Shqipëri dhe vendet e tjera, por keni reagime pik i kryeministrit shqiptar Edi Rama. Tha, shiheni një idiot ndërkombëtar për një prokuror. Çu shipa çto reagimet e zotit Rama? Unë, zotin Rama, du ta përshëndes për shumë punë tjera, që ka ndihmuar njerëzit tonë në mbrojtjen tonë atje, për shumë. Ju e dini në Këshillin e Evropës, zoti Rama ka marrë një fjalim kundër gjykatës speciale kundër dikmortit. Edhe pse s'ka pasur drejtë të përmend emrin dikmortit, ai në Këshillin e Evropës e ka përmend në parlamentin e Këshillit të Evropës, e ka përmend dikmortin me emrin mbi emrin. Një njeri i çmendur thotë që ka një akt akuzë të rrajshme, i ka bin eurodeputet të votojnë në rezolut, edhe unë e di Rama, asë një pik, asë një besu gjeki që e ka thonë këtina zotnirët, këti prokurori, edhe është fakt një idiot ndërkombëtar, apo një idiot prokurori cili të në tonë, të janë veshu që kësë gjithë ato sene që kësë si ka bo. Të në tonë, thotë, besu e keni përcil, ta jenë shokë të Ademi Asharit. Po komandon të ligjëdor ka thonë 22 antarë për këtë vend, këtë kam. 56 Ashara i të vranë, do thotë familje e ngushtë, kusheri, djemtagji që në vranë, ato mrena të Ashara që në vranë. Edhe mi thonë se të Ademi Asharit ati në grupin e organizatë përveç kriminale, po kështë turpi i botës vre. Kështu që Edi Rama ka pas plotësisht të drejtë, se Edi Rama atë fjallë ka doshtë, tregon që është nonën e UÇK-s, atë i mbron vlerat e luftës dhe vetë i mbron kreat e UÇK-s. Zoti Gucati, e deri të mërkurën do të vazhdoj mbrojtja dhe të tjerë, të mërkurën në fund të këtij procesi, Hashim tha që Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Selimi do të kenë kanë një fjalë rasti. Po besoj që do të jeni atje. Unë do të utoj nese për Alon, që do të jemë në vizitë dhe do të shkoj në tonën, do të jemë mrena në seancë, në ora 9, 8:30 do të lejmë mbrona, para gjykatës, se në ora 9 fillon seanca, do të jemë seancë edhe me datën 16 edhe me datën 18, ku do të kanë shpega të shmeri dhe dëshira ime mëdhe që ti ndëgjoj 4 karrierat e ushtrisë do të apo 4 karrierat e shtetit, të cilët bënën shtet, të 4 burrat mëdhaj, të herojt mëdhaj. Se ndëgjova një dikun e lexova, nuk u zon thami përmend ta kush ta më thon ta janë heroj. Jo më ta janë heroj çallën. Ademi Ashori është heroj që ka rrobë pushtë dorë në altarin e lirisë për mbrojt vendin e vet. Edhe shumë dëshmor tjerë shkëlzen në Luanë, Zarpaziti, gjithë ato mund hoxha mos jes bosh gjithë të tjerët, edhe këta janë heroj çallën. Pse mos thonë heroj? Këta janë heroj, Allah, janë heroj për mua, për ty për gjithën. Një që ka mbështetin, një që ka njoftu. Kështu që unë ma mundsoj. Mas pore dëshira Zoti, edhe njerëzit që bëna kërkesën me kohë, para një mujt ditë kam bërë kërkesën, se me 16 edhe me 18 tjem, mrena seancë duke dëgjuar 4 heroj tonë gjallë
dëshminë e tyne që 20 minuta janë shumë pak për ta, po unë i bini Hashim tha që dhe të tjetë për 20 minuta do të zbërthejnë këtë luftën e Shoqërisë Shqiptare të Kosovës të gjithë bashkë, e di që kanë ndarë detyrat e vetë ata për me mbrojt luftën e saj dhe këtë Kosovës shtet, edhe jemi bindur që ata do ta bëjnë çdo mas mirë. Dhe pas kësaj procedure zoti Gucati është fjala e gjykatës. Me sa di ka një afat rreth 90 ditë për të marrë vendimin. A mund të mirret vendimi brenda kësaj periudhe ose më shpejt, apo edhe mund të ketë procedura tjera që mund të shtyhet ky 90 ditësh? Unë jurist nuk jam. Po bazë përvojës që kam qenë në burg dhe më dënu vetë. Është e vërtetë që këtu ka të gjykata deri 90 ditë. Mund të jetë edhe mbrana afatit, mund të jetë edhe jashtë afatit që i kam dëgjuar disa advokat në televizione, po mund të ish peleki limiti më shty, për një kohë caktuar më jo shumë, po unë shpresoj muaj, 20 muaj do ta festojmë së bashku. Me gjithë kombin shqiptar, anë kënd ku janë shqiptarët, do ta festojmë ardhin e tyre këtu, jam këtu padyshim mandin zemra, jo që kam diçka informacione mos merrem se më mendojnë hallki, ata nuk më shoh për të kesh ku bëti ky. Po është mandin zemra që ata njerëz janë pafajshëm do të vinë, kështu që shpresoj, besoj bashkë me juve, me gjithë kombin shqiptar, do ta festojmë ardhin e tyre, shtirimin e tyre dhe fitoren në modë shtetit, jo fitoren as vllachit. Asja ku prasniq, fitoria e madhe e 3 shkruantarët të UÇK-s dhe fitoria e shtetit të Kosovës. Se ky shtet u kriju pi tyne. Pi njerëzve, pi dëshmorë, mbi 4000 dëshmorë të vendit, 13500 vram, 460 masakra, dhe ky shtet u kriju me gjakun e derut një fëmijëve, 1324 fëmijë. Dhe kështu gjaku i tyne ata do të lëshon dhe do të vinë këtu, ta festojmë së bashku. Zoti Gucati, të gjithë shpresojmë dhe besojmë se ata do të vinë Kosovë, por çka nëse dënohet Hashim Thaçi, Kadir Veselja, Kuprasniqi dhe Recep Selimi. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën dhe për vendet mike siç ishte NATO, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian që ndihmuan në shtirimin e Kosovës? Unë kam thonë në televizion tjetër, po kam thonë tjetër para meje. Këtu nuk dënohet Hashim Thaçi, as Baci Jakub, as Recep Selimi, as Kadir Veselja. Këtu dënohet vetë lufta e saj të UÇK-s. Këtu dënohet vetë shteti i Kosovës. Këtu dënohet vetë kushtetuta e Kosovës. Këtu dënohet i tërë publiku i Kosovës. Se këtë shtet e kemi bu me gjak që thasha marët. Këtë shtet e kam bu me Rambujien, me konferencën e Vienës. Dhe kemi orë dete pavarësia, ku e shpolli Hashim Thaçi, që ishte kryeminist i vendet ku, 2008, e shpolli shtetin bashkë me shok, me deputet parlamentit, duke ditë me presidentin Sediv dhe kryetarin e kuvendit e Kuprasniqi dhe të tjerët, gjithë kanë merita këtë shtet, mas po merita kanë dëshmorë. Kjo padyshim. Dhe është katastrofa e ma madhe që mund jetë në kombin shqiptar nëse këta dënohen, se dënohet shteti. Vetëm njerëz se dënohet ky shtet. Kjo luftë. Hapi i dytë i servisit do të jetë për shnjoja e Kosovës nga gjykata ndërkombëtare, do të bëjmë kërkesë. Pse do të bëjmë kërkesë? Sa ajo do të thotë, ja ky shtet do shpolli kriminala. Për organizatë për kriminale prej zotit Thaçi dhe të tjerë do shpollët. Edhe është domi tani më i madh. Mos nuk e reparohet ky dom. Do shkojmë me vite për më riparu ky dom. Kështu që edhe ndërkombëtarët besoj se do ta lejojnë, se nëse shpollët Hashim Thaçi fajtor, atë Solona do të marrë në burg, Clark në burg, Clinton në burg, Tony Blair në burg. Do thotë gjithë duhet të mos ata kanë shkruar sulmet ajrore me bombardu Serbinë. Edhe atë duhet të marrë gjithë të shtin burg. Po kështu që nuk kem të besu fare, gjithmonë jam optimist, gjithmonë do të jem optimist edhe gjithmonë duhet të shpresoj se unë besoj shumë Zot, do të besoj në Zotin mas pari, që Zoti do të bëjë emër dhe ata do të vinë në shpe në Kosovë, që pa thonë për e një zbot asgjë, ato që do të për një bëhet gjithçka. Kështu që në bezit si për e një ka me thonë, ata bura marrë të me gëzu derina me ta. Një ditë para se Thaçi dhe të tjerë të flasin në Hagë, zoti Gucati, është një protestë që është paralajmëruar me 17 shkurt, drejtësi jo politik. Cili ka qenë efekti i protestave, zoti Gucati, se kemi pa protesta në Prishtinë, Tiranë, në Hagë, në Strasburg, në Shkup, dhe kjo e fundit është të martën me 17 shkurt. Cili ka qenë efekti, ose cili është efekti i kësaj proteste të fundit? Efekti i protestave besoj keni ndëgjuar dhe dini që ka qenë shumë i madh. Duke marrë prej kushte që njëruat i disa kushte, kanale televizive gjitha tash, fjalimin zonë me vllazër, që ata s'kan pasur flasim me vllazër, veç me familjen ngushtë, me fëmijë dhe me bashkëshortë të babë dhe nonë. Do të thotë fjalimet e tyre tash në zonë me tërë familjen e ngushtë. Baba, nona, vëllezër, motra këtë flasin. Disa kushte shumë, se mos i përmendin që janë bu trajtimi këtë tjetër sa në shobotje. Këtë tjetër. Efekti i protestave ka qenë ne të sensibilizojmë popullin shqiptar që me këtë datë,
që do të feste, 17 shkurtit do të feste është pavarësia e Kosovës. Do të qellume nga organizatorët, që të mohet edhe fest, po edhe protest. Arsye është të mohet fest, ta vësojmë menen, që e kemë bështet, po edhe njerin ta kujtojmë që ka shpall pavarësin, bashkë me ata burra, me Kadrin edhe me Bacin Jakub edhe me Reqen. Kështu që protesta, unë që apo thirë edhe njerë, për mes emisionin tjuve dhe televizion tjuve, anë e kënd nga ka shqiptarë, mos të hezitojnë, me automjete, me autobusa, edhe kam nëso nevoja, me arë gjithë në Prishtinë, së numre sa ma i madhë, është ma mirë, se është simbolika e ndërkombëtarë ku ta shohin, ndërkombëtarë se këtë qytetarët, edhe fakt se popullet të në që kënë, ato që ka la të bëjë, më falj, ndërët na fillova edhe Dik Morti edhe vetë Gjeksmiti që ka thonë, nuk kanë pështeti këta të populli u që këja. Na e vërtetojra me mosën që do të merë pjesë këto. Mosa e 5 protesta ju ka kalëzohet aty nëse populli është më që kënë, populli me liri dashtë, populli me qëllimtarët. Kështu që protesta do të ketë jehune në modhe, unë jam me të orësoj se këtu do të ka përcenu me 100.000, fort shpresoj, sot me nëthirë studentat nga Shqipëria vinë me autobusa. Universiteti i Tiranës duke përgatit me harë me autobusa nga Tirana me 17. Do vjen Taulant Bolla, shefi grupet në Partisë Socialiste, bashkë me këshillarët e vetë, do të vinë deputet të gjitha partive në Shqipëri, Sali Berisha nuk vjen, kjo është e vërtet. Kështu që do të vinë shumë deputet, edhe nga Macedonia, deputet shqiptar Ali Ahmeti me ta, edhe nga Monjezi do të vinë, kam informacione, jam kontakt me ta që do të vinë, edhe nga Presheva Medvegji që do të vinë, unë është presej që do të kalon numrin mbi 100.000. Unë vetë do të thëmë një mësies bosh para juve, që juve e di që ju ka kujtu, për ja thonë një të vërtet. Një të vërtet, kështë thonë dini tini bini një blogari për këtë punë. 60 diplomatë sërbi ka pagu Serbia në për Evropë që 3 vjet të lëbu kundër gjykatës dhe shëntoqit, për me i denuve. Qa kemë bona, asë një diplomatë se këne është veni, për me lëbu punë të padresi që pëndodhë në Hagë. Që 3 vjet Serbia e ka pranu vetë Ivica Dačićin $100 milion ka 60 diplomatë, merë informacione. Kjo është e vërtet, e kam informacion 2 orës parë, nga njësë që punojnë këtë drejtim. Njësë tonë që jetojnë punojnë në Evropë edhe në Kosovë, 60 diplomatë Serbia ka qitë në Evropë, në përshtetet e Evropës, 22 venet e Evropës, kryqytetet e Evropës, edhe në Hagë ka që në duke koordinuar, për me denu që kënë. $100 milion vetë si dojnë Ivica Dačići. Qa ke mona? Asë një përse kena jashtë në Evropë. Po na duhet me shkriju mundin edhe njësën e funit për me qitë njerëzit, kom gjithë më fjallin, po gjithë kanë tonë, akademik tonë, profesorat tonë, njerë që kanë me ndikim, influence për Evropë, jo më shku me bu presion njëra ma, me kërku drejtësi, me thonë, na kërkojmë drejtësi, asë gjo ma shumë, nuk kërkojmë drejtësi politike, po drejtësi të mirë fillt, pëse mos për gjitha njerëzit tonë, asë që se kena qitë jashtë. Kone kena qitë jashtë disët, s'ka, asë se politikani Kosovës. Ka në më individuali në shok, në njeri kështu që kanë disa lidhje, në Bruxelles disa lidhje, në Vjet disa lidhje, atje disa, po jo kështu mjë zyrtare. është më çudit e vetë një qeveri, na e dim Serbia në kone është shetit, kone Miloševića ka pagu pare për Mladićin, Karadžićin që ka pagu Serbia, qmos, e nasi në gjende mi qitë, mi adhon kapi ka 2-3 euro, dilni, ljoboni për drejtësi. Nasi se kim qitë jashtë. Zoti Kocati, po do këtë një organizim i mirë e Liria Kamer, e zyrtarëve të kësaj që po organizojnë protestën, ka pasur disa takime në për komunat e Kosovës dhe institucionet tjera, bashkësit fetare në Kosovë, por nuk kam parë një takim që janë pritur nga ju. Çfarë bashkëpunimi keni me organizatorët? Platforma Liria Kamer, jenë të punu shumë. Takimet me smeje tyne për shkak të agjendës tyne, agjendës tonë. Kur s'kim. Se më të kisha unë të shkamë si kësa, në atë më shkruajmë për kryetarëve, degëve, të veteranëve në për Kosovë, ku janë takimet. Po jo është takimi shkëlqyshëm, gjithë kryetarët tonë, varësit e mi, veteranëve e kam pritë. Gjithë. S'ka kryetar degë, Prizren, Pej. Të fundit ishte në Deçan. Deçan. Nuk ka, kryetar degë, që si ka pritë, Liria Kamer. Për shkak takime agjendës që kem shumë nxeshur. Unë kam ndonë mbështetje, po të kisha diçka se ndonë mbështetje me në murtullu Kosova. Po kam ndonë mbështetje, jam mbështetje do bëj thirrje gjithë qytetarët e Kosovës, veteranëve, invalidëve, fëmijëve dëshmorëve, shokëve tonë me arë, edhe ju bëj thirrje generalëve që mos rinë për fotelën e për zyra ata, e thot piçë qytetar, jo. I bëj thirrje sa më shtokit. Rambujs, Sokol Bashotës, Remit, gjithë generalë me dalë protestë, me konë balë protestë adet. Me gjithë sa me shokit e gjithë konë. Kjo është e vërtet.
edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë ka qenë, gjithur. Po i bëj thirrje gjithë generalëve që mos rrinë zyra ditë, po të vinë dhe dojnë të bashkangjitë në protestë. Se jo vetëm deli si ngucohet ato protestë, ja vetëm ti si qytetar, po dojnë gjithë ata që kanë qenë bashkë. Gjithë komandantëve, prej komandantit skuadrës deri te komandanti zone, i bëj thirrje më në protestë. Komandant skuadre, togi, kompania, bataljoni, brigade, zone, marrë gjithë në protestë. Protesta është gjithë popullore, protesta është për mbrojtjen e vlerave të lutës dhe për mbrojtjen e shtetit të Kosovës. Protesta nuk është për mbrojtjen e shëndetësisë. Asaj ku prasin që bërë, protestë për mbrojtjen e dinjitetit tonë kombëtar. Zoti Gucati, në çështje këtë fundit, e pam që u bë qeveria, Kurti 3, nuk është që keni pasur një raport të mirë në të kaluarën me kryeministrin dhe ministrat e zotit Kurti. A besoni, a shpresoni që do ndryshoj diçka karshi bashkëpunimit me OVL-UÇK-n, se e dim që nuk i ka dhënë atë buxhetin, sa është 54.000 euro nëse s'ga bëj 43.000, po edhe çështje të tjera. A besoni që do ndryshoj çësia e Kurtit dhe ministrave karshi organizatës? Kjo është në dorën e Kurtit, s'është në dorën tonë. Ne jemi të gatshëm, kjo është në dorën e Kurtit. Nëse do bashkëpunim Kurti, ne jemi të gatshëm. Nëse e mendon që ka orë ullë ato me gjokën e dëshmorëve, edhe të invalidëve, edhe me ndirësen dhe mundin e veteranëve, ai duhet me naftu me redakcion marrëdhënie. Gjithmonë është në dorën e Albin Kurtit, s'është në dorën tonë. Ne kemi qenë kërkesa më herët, s'ka dosh me një për neve, edhe ne ashtu s'kemi dosh. Kështu që kjo është në dorën e tina, ne jemi për bashkëpunim, ne jemi për me punu, ne kërkojmë ka qeveria tash që është bo, tjera gjë kërkesa tona, gjitha janë kërkesa të arsyeshme, kërkesa legjitime dhe kërkesa që e jep ligji edhe kushtetuta. Asgjë s'ka kërkuar jashtë kornizës kushtetuese. As një gërëm, as një numër nuk është jashtë kornizës kushtetuese. Çdo sens ka dhe kushtetuta kemi lyp, edhe ligji. Kemi lyp ligjin për mbrojtjen e vlerave të lutës, kemi lyp pagën minimale, kemi lyp me çdo ministri të implementon ligjin që ka ministria për veteran, për fëmijët e shkollave primare. Asgjë s'kemi lyp që nuk e ka në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe në dikasteret e caktuara të cilat janë për neve. Asgjë s'kemi lyp. Këto nëse Kurti është në gjendje, na jemi në gjendje të ulur, na simi vrau me Kurtin. Unë një Albin Kurtin kam vizitu kur shumë i burgin atë kohë. Unë vetë 4 kam qenë kam vizitu. Ka qenë Kurti këtu ku i ulën, ka qenë këtu ulën me Recep Selimin në generalin. Edhe Asasenit ka qenë me to. Vitin 2019. Kështu që unë me to s'kom absolutisht në jetën private, s'kom kurrë hiç. Nëse zoti Kurti është i gatshëm me ne, unë s'pi themi çit kushte, po ne themi që më plotsu kërkesat tona. Kërkesat që janë përballueshme. Zoti Kurti na ka ndal neve parat 48.000 euro që kanë qenë për paga dhe me ditje edhe për që akademi që kemi pas ndryshme, homoshe për varreza, ndrimin e flamujve, mirëmbajtja e organizatës, gjithmonë flas për 3 shoqata, këtë drejtim. Edhe për invalidët edhe për dëshmorë flas. To kanë qenë ato mjete, ato ne kanë ndalë zoti Kurti, arsye nuk di se kanë qenë burg, nuk e di arsye pse kanë ndalë, s'ka e llogari fare, s'ka e arsye me sa diun kur fare. Unë kam bënë një kërkesë ku jam ndalë pivur, ju kum drejtue, s'ma ka thënë përgjigjen kur, jo s'ka thënë përgjigjen fare. Kështu që me Albin Kurti absolutisht nuk kam dhënë në jetën private. Politikisht kam, pse kam politikisht? Kam në kodat e shokëve të mi të veteranëve, kodat të interesit një mbrojone. Sonë që më ngarë me Kurtin për kryetarës për president. Asaj së me më ngarë për kryetarës veteranëve, po ne jemi duke luftuar për drejtat tona. Unë dëgjoj zera, jo zvogëlën e numrin e bërë, jo. Si më që zvogëlën numrin e veteranëve. Që një ata matrapozat në Facebook, ushtrinë e tina që shkruajnë, jo, numër ka tash ka në gjykat, është drejtësia që merr me këto në sferna. Ja, këto gabimi më i madh që gjëja zoti Kurti pas ka thonë, i shokëve të mi që kanë qenë këtu, zvogëlën e numrit e bisedë. Po nuk duhet besoj prap në platformën e tina këto që ka thonë, këtë në orën e tina se do bashkëpunim, na jena për bashkëpunim se s'don, ajnë qeveriu dhe shtetin edhe qeverin, politikat ekonomike, sociale, qeverisë, ne jemi në organizatën e tava, me ato mundësi tona çfarë mund, do të udhëheqëm me veteran, do të punojmë me veteran, çka mund më ndihmoj, çka mund me bu. Kështu që tu jemi derisa. Zoti Gucati, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit juve, me respekt më të madh unë edhe një herë për shfrytëzoj këtë emision. Nëse s'ma put kisha pasur rrëmësit, ju bëj thirrje gjithë veteranëve, gjitha familja shmori, invalidëve dhe gjithë qytetarë shqiptarë, nuk do të dalloj këtu Kosovë, po Shqipëri, Maqedoni, Preshevë, Malzi, që të vinë protestë me 17 dhe gjithë gjeneralët që i përmena. Duhet marrë protestë, me dalë protestë me protestu. E di që na kanë ndihmu, kësio, kanë punu shumë ata, po duhet marrë protestë me neve.
Unë e mjen keq që jam këtu, se unë jam në ju të regua me jam në Halon, do të udhtoj nesër, ku me 16 një mësonc, me 18 një mësonc, dhe me datën 20 do të kthehem këtu, që jem të përgatit edhe diçka në Tiranë, po do t'ju njëftoj me kohë në Tiranë, është do bëni punë e molla nga studentat e Shqipërisë, që s'ka ndodhur në historinë e njerëzimit, ata janë duke bëni punë të molla për gjykata speciale, ata studentat që unë i kom përgëzu, edhe në mbështetje tyne plotësisht, kom ju ndihmu as sa mujt, sa kena mundësi, kanë lipi një vendim, kanë kërku me këshill organizativ, unë kam hyrë në organizim, po jo ata janë studentat e Fakultetit të Drejtësisë, janë duke punuar me disa shtetet e Evropës, me i pru ka 20 studenta Prishtinë në Tiranë dhe më i tregu atyne si çka duke bërë gjykata speciale, që është një hap i qëllum që s'ka ndonjë me bënë simbolizim para muajit. Ata të punu shumë këtë drejtim, por në hapa të vim do t'ju tregojmë çdo sen, ka fund një muajt besoj muajt seminari në Tiranë, është duke një mushteti shumë atyne, me këtë që ardhe studenta tonë ndoshta me iniciativë, Fakulteti i Drejtësisë, na kemë profesorat mirë, Ardim Kuçin, Arsim Bajramin, e tjerë që mos e zbosh me emra ata se më keq, kemë profesorat mirë, studentë mirë, po këtë iniciativë do të merr Fakulteti i Prishtinës, po i Tiranës ka kuçë të keq, se na kemë vllazën ata, është të muajt, ka muajt i seminar, dëzati ku një 30 dhe në 4, po është ka fenomenal që ka është të bu. Ata kanë ditë shkelje, me mija shkelje që të argumentohen para Evropës, para studentat të Evropës dhe para profesorëve të fakultetet të mëdha, universitetet të mëdha të Evropës. Kryetar, falenderoj shumë edhe një herë. Me respekt.